sa do i cekim pak. Gjithë dynjaja dhe në Shqipëri, po dhe jashtë në fakt, çudi e madhe, ne sot kemi detyrë të vështirë se Sebastian, në çere kore maksimumi 20 minuta, ne marsit nuk do merremi fare, po plase fabulën e ekran Ledio. Ledio më erdhi një kështu thuaje, një info e vogël për redaktim, qofse mundesh ta bësh jo Epstein. Sepse thuhet Epstein, nuk thuhet Epstein. S'ka asgjë. Edhe Epstein e thua. Në gjermanisht Epstein është. Epstein. Nuk ka asgjë. Nëse çon si familje Ledio Epsteini. Asgjë s'ka. Në fakt Epsteini shkon më mirë atij se është Epshi. Sepse Stein. Domethënë, nëse është Pse ai është hebre pra. Hebreu gjë. Është mbiemër hebre ai. Epstein është. Einstein. Einstein, të gjithë ta me Stein. Edhe me s ta thuash, dhe me sh nuk ka. Dakor. Epstein atë. Gjithë dynja ka folur për këto kohë, në gjithandej. Ne sot do flasim fare për epshet e Epsteinit. Gjithë afera seksuale me të mitur, se është dëgjova që bënin dhe vrasje atje. Ore, ç'kishin akuzuar të babain e Bushit, më të madhin. Sigur ka ngrënë një njerëz, e pati atë? Deri këtu ka arrit kulmin. Ishte presidenti amerikan. Po të beto, e keni për portale gjithandej. Dakor. Por është gjithandej. Po pse nuk e pati ju këtë? Mund të, ore shiko, ajo është një dokument. E kemi dokumentin? Jo. Po pse ka dalë kjo? O shpikje. Dokumenti i FBI-t. Po çfarë thot për babain e për Bushin e Madh? Për George Bush e Madh, jo për W-n, jo për të voglin. Bushin e Madh. Çfarë thot ai dokumenti për George Bushin? Thot që ka marrë pjesë në një ritual satanik. Se fatikisht ky kishte një tip, ky kishte një kështu atje, se si quhet ajo pra. Irina. Se si quhet Baal. Po. Baal më duket. Është një rit satanik i vjetër shumë, që ky kishte edhe vila tek kjo, vila në Ishull. Në Ishull, po. Ashtu. Edhe ishte kështu ajo është si një përbindësh. Ke parasysh, bile Ledio mund ta gjej. Ishte simboli kur hyja atij, ishte kjo atje. Edhe i thonë që është rit satanik që përdoret për të ngrënë fëmijët. Tani ju jeni ai të mençur, publiku im që më shef, që nuk jam pak, sa dini ta ndani fantazin nga e vërteta. Kështu që mos i merrni të mirëqenia të gjitha këto, që ju thon, mundoni të rini diku në mes, dyshoni. Nuk them mos i besoni, thjesht dyshoni. Siç dini ta bëni ju shumë mirë dhe nuk jeni pak. Frendëroj jashtë mase, vazhdoni shkruani në Totus, te QR kodi këtu, unë do lexoj mesazhet tuaja, prit tani, se s'kanam me mira mesazhe. Princ Andriu, që i jepte ndihmën e parë një gruaje, shumë njeri i mirë, thot Justiniani. Po. Ishte shtrirë e gruaje dhe ky që jepte ndihmën e parë. Po këto tani thonë që ky e përdhunoi pra. E përdhunoi dhe e dhunoi keq. Edhe vdiqe ajo pastaj. Për të gruan. Princ Andriu, djali i Elizabetës shkret, që vdiq. Eriku thot çania, ka mundësi të kemi disa teori konspirative të reja se këto të vjetat me rrëmbim, abuzim dhe sakrifikim fëmijësh dorën gjitha të vërteta thot. Dorën gjitha të vërteta bën pyet. Jo, ne sot do flasim vetëm për pjesën financiare të këtij. Si kishte emrin Epsteini o plak? Jeffrey. Ne do merrem me Jeffrey Epsteinin anën tjetër të medaljes. Agenti, përveç se agenti Mossadit, një nga drejtjet e tjera ti. Pra, ana tjetër e medaljes, kush ka qenë ky personazh Seb? A mund të japësh një përmbledhje të vogël apo do të shoh mirë videot? Njoftë unë një Jeffrey. Ha? Njoftë unë një Jeffrey që ka jetuar në Amerikë. 45 Jeffrey Zeneni, po i papa. 45 takime nga 3 milion dokumentet që kanë dalë. Ka rreth 180.000 video dhe ka gjithashtu ka shumë gjëra që kanë dalë. Kemi 45 takime me inteligjencën izraelite, 3 takime me shefin aktual të CIA-s, 17 vizita në Shtëpinë e Bardhë, kemi udhëtime në Mongoli, në bregun e Fildish në Rusi, kemi mbi 1000 herë përmendjen e Putinit, një dashuri të pamatë që ky të shkonte të takonte Putinin, të shkonte atje për. E ka takuar? Jo. Nga dokumentet deri tanishme jo, po janë 3 milion tjera që mund. Deri tani nuk e ka takuar. Kemi akuzën 2005 për pedofili. Çuditërisht nuk e dim se si doli, se si e rregulloi, se pedofilia është. E rregulloi me një prokuror atje që thonë që ishte i lidhur, ai prokurori kishte një lidhje me ku diun. Shumë akuzë. Po çon si ka bërë një vit dhe pas 10 vjetësh e kapën prapë, pas 9 vjetësh. Dali derisa vdiq në burg. E vranë ose u vetvra se më revesh. Ky u vetvra. Ky është versioni zyrtar. Po pamje s'kemi gjë. Po ta shohësh? Jo, s'kemi. Ke vetëm një foto, një 2-3 foto që tregon ca kështu, ca si çarçaf atje, po s'kemi pamje vëlla që është vetvrar. Vjen keq. Po edhe Mehmet Shehu është vetvrar, për shembull.
Po s'ke pami më plak. Dakor. Nuk e prova më burr. Po e kam të kjo logjeje që asnjë që e ka njohur nuk besonte se ky ishte financier. Bravo. Tani më intereson. Pastaj t'ja lë janë për të kuptuar pse ka kaq shumë interes për të personazh. Ne sot do merrem me anën tjetër të tij. Ky kishte një karrierë shumë interesante. Po lexoja Talebin çfarë. Talebi është një nga personazhet më interesant që mund të lexosh për çështjet financës, për filozofi, për shumë gjëra të ndryshme, për matematikë etj. Talebi thoshte ora asnjëherë se kam besuar që ky ishte matematicien. Ka qenë mësues fillim, Po pra matematicien. Dhe asnjë nuk e di se ç'a dinte ky nga matematika. Përveç 2-3 gjërave se si të pastrosh para, ky nuk është se dinte gjë tjetër. Dale, po flasim kur ishte i ri njerë. Po i ri Është e vërtetë që nuk ka diplomën, që s'ka marrë diplomën, që nuk është shkolluar, që nuk ka marrë shkollë. Pra dhe këtu hidhet pikë pyetja. Po më ishte gjeni, më mbasi ishte i zgjuar, më apo jo moti. Normalisht që ka qenë. As në financa nuk ka ditur të bëjë gjë. Po s'ka mundësi o. Nuk i ka dalë emri kurr. As në Wall Street nuk i ka dalë emri kurr. Po si më është? Ishte minor është një person në një rrugë ku ka 800 miliarderë që luajnë për ditë me miliarda. Qa ishte kjo më fani sekundë? Me qa mere kjo? Po pra, hajde gjeje me çfarë merrej. Po ima, sillej si financier. I kemi të dhënat. Po dhënat i kemi, mëse unë po them sillej si financier. Pra unë thosh... Si sillej si financier, po nuk mund të jetë mashtrim. Nuk mund të jetë mashtrim e gjitha nga aja të zhëja jetë e ti. Nuk ka bërë asgjë. Asgjë nuk ka bërë. Atë do më lejosh mua? Po. Karriera e Jeffrey Epstein ndoqi një rrugë të gjatë nga mësues në elitën financiare, Po pra. Me lidhje të forta me rrjetin të inteligjencës. Po që te pyetja si u bë mësues, pra se të gjithë thonë ja pra një sekond. Mësues ton. Më poshtë kronologji e thjeshtë dhe e plot me të gjitha detajet, shpjegimet e tjera. Para Wall Streetit, deri në vitin 1976, Epstein i jepte mësim matematike dhe fizik në Dalton School. Po. Shkollë private elitare në New York për fëmijë familjesh të pasura, drejtuar nga Donald Barr. Një sekund pra, që në këtë moment që unë them këtë, kjo është e vërtet, tregon që ky njeri nuk ishte një njeri thjesht mashtrus, që dhe futën ata e morën dhe futën në shkollë, bur, të kjo shkolla elitare. Kush e çoi te kjo shkollë kaq e mirë? Prit pra, babai, ky Donald Barr ka qenë babai i prokurorit të anshëm të përgjithshëm Bill Barr, i cili kishte lidhje me OSS-CIA. OSS çfarë është OSS-ja? Para CIA-s quaj OSS. OSS, po ka qenë OSS para CIA-s, po. Po. Pra, tipi që ka futur në shkollë, vlla, ka pasi lidhje me CIA-n. Bukur. CIA-n u përgjithësi, unë di që nuk rekruton idiot. Rekruton njerëz që kanë tru apo jo? Po diskutohet. Normalisht, teorikisht po flas. Tek tuk mund vjetër një idiot. Standardi më kriteri është që nuk ka njerëz zakonshëm. Ashtë. Ai ishte 23 vjeç tot, Epsteini, dhe ju kërkuat të largohej sepse konsideroi mësues i dobët. Po këtë pra po. Dakor, po rregull pra. Po prit se kjo nuk shpjegon gjithçka. Okej, dakor. Në një galeri arti, një prindë lidhi atë me Ace Greenberg, drejtori ekzekutivi bankës investuese Bear Stearns. Stearns lezohet kjo? Stearns. Periudha Bear Stearns, bëhet fjalë 1176-1181 sep, marsit, Po. një ngjitje e shpejtë pavarësisht gënjeshtrave. 1176, u mësua nga Ace Greenberg, pavarësisht se nuk kishte përvojë në Wall Street. Gënjeu në CV për diplomë universitare. Po prandaj. Dakor, këto kanë dalë të gjitha pra. Po. U zbulua në fund vitit 76, por Greenberg tha ta injoronin. Greenberg e uli pranë vajzës së tij Lynn në një darkë, ata u lidhen, duke i dhënë Epsteinit status të mbrojtur. Është interesante shumë pra e gjitha kjo prit. 76-80 tani. Po, periudha. Menaxhoi llogaritë të mëdha si familja Edgar Bronfman, familje pasur hebreje me të kaluar kontrabandë e alkooli. Edgar drejtonte Kongresin Botror Hebre, Sebastian. I konsideruar si Ministria e Jashtme e Izraelit. Çfarë thashë themet në atë kohë? Ndihmoi drejtuesin Jimmy Kay me gra dhe drogë. U bë partneri miri i kufizuar në moshën 27 vjeç duke fituar rreth $800,000 në vit me vlerën e sotme. Dakor? Lidhjet me BCCI-n, do të jetë bank apo jo? Po. BCCI, Bear Stearns drejtonte pastrim të fshet parash për CIA-n. Dgjoj. Përmes bankës BCCI, e është quajtur Bank of Credit and Commerce International. Pa kjo është, banka kredive dhe tregtisë ndërkombëtare. Bravo. Mjeti CIA-s për operacione armësh dhe droge. Në vitin 76, viti kur filloi Epsteini, Bear hapi llogari në BCCI.
Deri në vitet 79-80, BIR kryen të transaksione rreth $2 miliard për të fshehur pagesat të CIA-s për armë. Për kë? Për armë. Për mujahedinët afgan, që kemi dhe në Tiranë. Jo, ato janë Ajo janë tjerë, janë janë këto, i nga trova. Kemi dhe afgane. Afganë janë tjerë të. Mujahedinët janë biladëri. Ace Greenberg e drejton të këto operacion. Ore, ky është serial, ky është, më parë për shprehjen, kjo i hedh poshtë, i bie të gjithë këtyre seriale që kemi parë deri tani. Po, ky është seriali më i bukur, se është realist. Më shumë detaje për BCC-in, për të bankën e famshme gjatë kohës së Epsteinit. 1176, Bear Stearns hapi llogari BCC-in në Luksemburg me qarkullim ditor $25 milion. Në njëjtin vit kur u punësua Epsteini. Në 78-ën, Bear u listua nga Rezerva Federale New Yorku si tregtari kryesor i letrave me vlerë qeveritare për degën e BCC-s në New York. 79-80, Bear ishte ndër 3 brokerët kryesorë që kryenin transaksionet të BCC-s, Capcom, me kontrata faturues do të jetë kjo, dhe opsione nafte rreth $2 miliard. Banka BCC-ja ishte 50% pronësi të Kamal Adham, shef inteligjencës saudite, themeluesi i Safari Club. Po. Financojnë mujahedinët afgan, grupe terroriste si ato që më vonë u bën Al-Qaeda dhe ISIS. E ti më thëmë mua ka vdekur në burg, rasisht, ka vërar vete, no? E ti ma ka vdekur, jer? Se thonë që është dhe gjallë. Nëse, për këtë do na duhet cako. Kjo është histori tjetër. Prit, Epstein, çfarë ishin realisht të transaksione? Pagesat e fshehura të CIA-s për armë, duke përdorur transaksione të pasqyruara dhe opsione të mallrave për të fshehur shitje të paligjshme armësh drejt Iranit, Nikaraguas dhe Afganistanit. Sa e bukur është kjo jetë, po ta mendosh. Argumentojnë që shumica e njerëzve për shembull besojnë gjithçka që u thon. Epstein do kishte qenë drejt për drejt i ekspozuar ndaj ose ndoshta i përfshirë në këto operacione financiare të fshehta. Viti 1981, Komisioni i Letrave me Vlerë, SEC, e gjobiti me $2.500 për shkelje huaje dhe e pezulloi për 2 muaj. Ai u largua, por mbeti klient i Bear Stearns për 32 vjet me mbështetje nga prapaskena. Intercontinental Asset Groups 1981-1987 gjuetar shpërblimesh për spiun. Çfarë perle. Hapi një firmë të vogël nga apartamenti i tij, gjuetar financiar shpërblimesh që fshite dhe rekuperonte asete për qeveri dhe njerëz shumë të pasur. Klient e ti më thua që s'është gjeni. Ishte gjeni apo jo? Kurse ka shumë të tillë. Janë me gishtat e dorës kanë përshtypjen. Po, është pa. Pritë mbaroj sep, një sekondë. Ta mbaroj për shumë për njerëzit, si që ka shumë e bukur kjo. Klient që në fillim, Adnan Khashoggi, tregtar armësh saudit, njeriu më i pasur i kohës, drejtues i Safari Club të CIA-s, grup sekret spionazhi në SBA, Izrael, Arabi Saudite, Francë, Egjipt, pas dobësimit të CIA-s nga Komisioni Church. Gjithashtu, Douglas, më kujton ato Dugun e famshëm tek ajo House of Cards. Atë që i rritën mbrapa, njeriu i afërt i këtij, I presidentit. Underwoodit. Douglas, tregtar britanik armësh, me lidhje më i gjashta, që është thuaje, agjencia Studimi sekret anglez. Dhe Sheikh Zayed, sundimtari i Emiratëve të Bashkuara Arabe. Pasaport false, 1982, mori pasaport saudite të reme, vendbanim Arabia Saudite, vetëm spionit marrën tilla. Po. Stan Pottinger, 1982, e më mbrapa, ish avokati i Departamentit të Drejtësisë, CIA-s, u mor me mbulimet e Iran Contra. Jetoi dhe punoi me Epsteinin në një apartament luksos në New York gjatë operacioneve të armëve drejt Iranit. Në fakt ky ka punuar për shtetin amerikan, vëlla. Sigurisht për strukturat të shtetit amerikan që s'mund të bëjnë dot vetë gjërat, po e bëjnë me ndërmjetësim. Po normal, negocimi ajo është arti. Kush është Stan Pottinger, njeriu i pastrimit të CIA-s? Pastroi drejtorin e CIA-s Richard Helms nga akuzat për spionim të amerikanëve, operacioni Kaos. Bllokon jetimin e Departamentit të Drejtësisë për rolin e CIA-s në vrasjen e diplomatit Kilian Orlando Letelier. Negocioi personalisht një marrëveshje sekrete me drejtorin e CIA-s George W. Bush, George H. Po, të manë ky është, po, Bush i parë, për t'i dhënë CIA-s kompetencat të gjëra të inteligjencës së brendshme.
u kap nga FBI në vitin 80 duke koordinuar trafik të fshetë armësh drejt Iranit, përfshirë pikërisht atëherë ai jetonte me Epsteinin. Po flasim për të personazhin që ishte afër tij, ë. Doug Liz, nga 82 e lartë, u njoh përmes dashurës Paula Highland, kolege në bir. Epstein udhtonte shpesh në Mbretërinë e Bashkuar për marrëveshje spionazhi me Lin dhe Khashoggi. Khashoggi, a është kjo afera e famshme Khashoggi, kjo? Është tjetër Khashoggi. Dakor. Kush është Doug Liz? Tregtar britanik armash, përfshin operacionet paligjshme të inteligjencës. Punoi me Khashoggi për të lëvizur armë për CIA-n më i gjashtën dhe inteligjencën izraelite gjatë Iran-Contras. Marrëveshja e naftës 82, $450,000 naftë bruto me ish kolegun e bir Clerks Shubach. Ko e Iran-Contras, luftrat e naftës. Palët kundër nuk u zbuluan kur. Tower Financial, fundi i viteve 1180. Këshilltar, partner në këtë skem Ponzi, u rëzuar vitin 90, Jeffrey Epstein, & Co, Financial Trust 87-2000, makineria e parave, Wexner, operacionet ajrore të CIA-s, prova kyçe, marrëveshja me Southern Air Transport 1194. Çfarë është Southern Air Transport, etj. I kalojmë to sepse është pafund. Epstein negocion kontratë zhvendos operacione me sekretarën e CIA me Miami Bas apo. Marrëveshja në vitin 94, Epstein negocioi kontratë për të zhvendosur të gjithë operacionin sekret ajror të CIA-s nga Miami në një bazë ushtarake në Columbus, në Ohio, për të shërbyer kompaninë e tij The Limited. Po. Kështu thuhet Limited? Po, Limited Edition, po. The Limited. Fuqia e tij, Epstein ishte firmtari personal i autorizuar i marrëveshjes, që do thotë se kishte autoritet në shkrimi mbi një avion të operacioneve të fshehta të CIA-s. Pyetja reale, si arrin një individ privat në vitin 94 të bind CIA-n të zhvendosë avionin e saj sekret të drogës dhe anëve vetëm për të shërbyer kompanisë të tij. Me kaq e lashtë të tjera dhe tha Sebastiani. Kush do flasi? Marsit. Unë dua të shtoj edhe disa gjëra të tjera që tregojnë genialitetin financiar të Epsteinit. Edhe pa shkollë. E tha mirë Sebastiani, po ndërkohë? Po. Genialitet financiar s'kishte? Dakor, po, genialitet po e quajmë. Për shembull, një rast... Për gjithë Olego, ti se... Që është që dushi? Një rast interesant... Së pa gjë. Një rast interesant është nga emailit që i ka Marianne de Rothschild, që është një nga gratë e familjes Rothschild dhe menaxhere e bankës kryesore. Ai një ditë pas referendumit në Greqi, në vitin 2015, i thoshte që foli me Tsipras, dhe Tsipras i thoshte që do të ai që maskarajnë Varoufakis, sepse kishte rënë dakordsi me Putinin që nëse Greqia del nga euro, Putini do të jepte 10 miliard. 10 miliard euro ose 10 miliard dollar. Gjë që s'ndodhi kur, po. Gjithashtu, domethënë, çështje të tjera shumë të rëndësishme ka kur dy agent, domethënë rasti Gaddafit, ku dy agent të CIA-s dhe të MI6-s i thoshin që Gaddafi ka 35 miliard dollar të fshehura, dhe këta e pyesin nëse i gjenin a kishte ndonjë mundësi nëpërmjet metodave ligjore dhe lidhjeve që kishte Epsteini që këto paratë i merrnin dhe të kalonin në llogaritë e tyre pastaj. Ky ka qenë në fakt po ta mbledhim. Ky është njeriu si thua i fijeve të errta ose të interesave poshtë. Pra, po ta mbledhim një fjalë. Është një lloj Gyssagasi apo jo? Po. Kjo pra është Gyssagasi por në nivele shumë lartë. Doja dilja. Që merr dhe kthen avionin e CIA-s për interesat e vet valla. Pyetja është kush është Master of Puppets që i përdor të gjithë këto që ky ka. Sepse hyn në lojë shërbimi rus, hyn në lojë shërbimi izraelit, hyn në lojë CIA, hyn në lojë arabët, pra hyn në lojë të gjithë. Pra kush është Master of Puppets? Po flasim për mira video, po flasim për personazhet më të rëndësishme të botës. Po kjo ka punuar me të gjithë pra, deri në momentin që u kap. Po pra, po kush ishte mik me Clintonin? Do të them edhe një rast. Me Trumpin është takuar, po kush? Do të them një rast, më fal se vetëm prit. Se kjo pra është pyetja që bëhet në këtë lloj rastesh. Një sekond Marsit. Kush ka interes të përdori të ketë imazhe të dukës britanik, presidentit amerikan, të emirëve të Katarit, të Arabisë Saudite etj, të personazheve të rëndësishëm. Pra, ka interes Rusia? Ta them unë ndoshta kush ka interes. Mos ndoshta është Mossadi? Po Rusia s'ka interes? Se di. Pra, më kupton, pra se në këtë mes, Mossadi, çdo agjentur ka interes që të ketë imazhe për shantazh, për kompromat. Po patjetër, po. Prandaj po them pra që një pjesë thot Mossadi, ka një One Nation Under Denial apo diçka e tillë është një libër që është bërë për Epstein. Dhe e nxjerr si agent të Mossadit. Në krahun tjetër përmendet mbi 1200 herë Putini. Duket që lidhjet e këtij të larta me agjenturën ruse. Hakeri i këtij personal ishte antisemit, hakeri i këtij personal. Qartë.
Pra, në këtë mes, pra, këtu janë të gjitha agjenturat brenda, nuk është se kemi vetëm një për ta parë. Dhe një pyetje tjetër, për shembull, po ndiqja të gjitha mediat amerikane. A e ka nxjerr Trumpi për t'i thënë demokratëve që ju nuk më sulmoni dot, apo e kanë nxjerr demokratët sepse janë zgjedhjet përpara dhe do sulmojnë Trumpin? Janë zgjedhjet pas pak kohësh në SBA. Janë zgjedhjet dhe mes mandatit. Prit mirë, mos mi këtë qëllimi. Okej, dakor. Ri mirë të ky, edhe megjithëse jemi në fund. Por janë të gjithë në tavë. Janë të gjithë në tavë. Pra Master of Puppets ti nuk i vure një emër. Po pra se dalin rusët. Atëre ky ka qenë multi-agent atëre. Ka qenë poli-agent. Ka qenë edhe i Mossadi, ka qenë edhe i CIA-s apo jo? Edhe i Mi-6-s në disa. Dhe i Mi-6-s apo jo? Parimi i shërbimit është që nuk mund t'jesh asnjëherë agenti i një shërbimi. Je gjithmonë poli-agent. Të kujtohet seriali Oktapodi, ku aty ishte një personazh Tano Karidi, i cili kishte bankën. Kanë parë gjithë shqiptarët, po, e një farmoshe, po. Dhe është një moment ku bëjnë mbledhje me kupolën e mafjes, gjithë familje, dhe ai thotë që unë nuk i përkas asnjë nga ju sepse nuk bëj pjesë në tribu. Unë ju kam gjithë bashkëpunëtor. Dhe Epstein i tillë ishte. Nga emailët një gjë shumë e bukur interesante, në kuptimin e gjeopolitikës, është edhe një email që i shkëmben me si thua të parë në familjes Rothschild, Jacob Rothschildin, si i thotë në vitin 2014 në lidhje me situatën politike në Ukrainë dhe me investimet që duhet bëjnë atje. Dhe Jacob Rothschild i thotë që mos më shkruaj këtu, pa hajde në shtëpi të flasim nga afër. Pern. Shiviçik, le të nxjerrë tani një pas një, jo të gjitha bashkë. Kemi disa imazhe dhe i komentojmë në disa sekonda para se lexoj pyetjet. Kana shumë pyetje tek Totusi, tek QR kodi këtu. Bravo i qoftë, lexoj tani. Po Baali, po. Do them tani ç'është Baali, se vjen një pyetje, po. Është më shumë Konstantin. A schmuck like you. Demonësh. Get on the board of Rockefeller. What year was that? I don't remember, late, I think 89 or 91. So that's And David started to explain to me world politics. So David would say, Jeffrey, money is going to be sort of the most important things. People don't understand money. You seem to have this knack for money. I said to David, tell me about your life. What was the worst and the best part of your life? He thought that there was a world that existed that would be a combination of both politics and business and leadership. What do I mean? He formed something called the Trilateral Commission. The Trilateral Commission is some spooky stuff. People said it was something, the Illuminati, there's some mystery about it. It was politicians, but David said most countries, the politicians get elected for 4 years or 8 years, separate from the royal families in England or in the Middle East. Someone's there for 4 years and then they're not there anymore. The most important people to have stability and consistency would be businessmen. Po pra, Davidi nuk është gjë tjetër verse David Rothschildi apo jo? David Rothschildi është një nga personazhet për cilin ka më shumë konspiracione se për çdo tjetër. Unë nuk i besoj, them të timen që nuk i besoj fare këtyre lloj gjërave, është familje. Ti thua që ai gënjen atje? Jo, ai ka drejt. Por unë nuk i besoj konspiracioneve se ato kanë gjithë botën dorë. Por Rothschildët për shembull janë një familje hebreo-gjermanike, shkojnë më pas në Britaninë e Madhe, aty kanë lidhje shumë të fuqishme, janë lidhur me City of London. City of London është krijuar që kur anglezët kishin koloni Britaninë. Prit më fal, bën një gabim, më duket se bëhet fjalë për Rockefellerin, jo për Rothschildët. Jo, Rockefeller është shumë hershëm. Po flet për David Rockefeller ky tani. David René James de Rothschild, i lindur vitin 1902, pra të flet. Ai ka qenë udhëheqësi i grupit bankar Rothschild & Co. Kanë timuar të ndërtoj dhe bashkoj degët franceze dhe britanike. Pra ky bëri bashkimin e. Cili David po flitet tani ky? Po Rockefellerin apo Rothschild, se janë të ndryshëm? Rothschild ndjenin time. David Rothschild. Rothschild. Po. Rockefellerët janë konspiracion brenda Rockefellerët është Rockefeller sa më vin mesazhet. Bëhet fjalë për Rockefeller, po ç'në si ka? Rockefeller janë një janë këto familje Tocako pra. Jo, nuk kanë atë, nuk kanë të njëjtën valencë si Rothschildët. Një familje shumë e pasur amerikane, shumë e pasur. Këta nuk janë ebre, Rockefellerët. Rockefeller jo, nuk janë. Rothschild janë ebrej. Rothschildët po. Kanë, domethënë, ato janë shumë të pasur si familje, kanë ndikim shumë të madh politik, kanë pasur ndikim shumë të madh politik. Por ajo çka i rrezon më shumë teoritë e konspiracionit, për shembull sot Elon Musk është shumë më i fuqishëm se kushdo prej. Qartë, le të shohim videon tjetër dhe të komentojmë Marsiti. Po, se mos fitojmë kohë. Jepi Ledio. Really happened. The real enemy of the finance system was Bill Clinton. And if you ask me what and who caused the financial crisis,
I would tell you it was Bill Clinton. Because of what Bob Rubin and he did to the deregulate the financial system? No. Because as of the last time we had our 60-minute interview, you talked to me about home ownership. And you asked me whether everyone should own a home. And I told you no, it's too risky. Okay. Marsit, si e kuptova ti këto? Momenti i flet për Bill Clintonin ky. Këtu- Dhe punë e shtëpisë që jo, nuk duhet të kenë të gjithë shtëpisë, është e rrezikshme. Çfarë na thon? Po, sepse këtu janë dy teori në shkencat ekonomike. Një është që parat duhet të jenë të ngrira pranë kuptimin të investuara, pra në blerje pronash, në blerje asetes, apo duhet qarkullojnë në treg. Qartë. Para shumë debati midis Ajekut edhe Jo, ky është debati i këtyre Dhe ndërtuesve tanë. dhe i Bëjmë vetëm ndërtuesve pallate dhe shqiptarët na marrin me qera pallatet tona. Qartë. Dhe ai Këtë thotë ky. Dhe ai këtu flet në pikpamje të një njeriu, si thosh, një mendje geniale të ekonomisë, të biznesit dhe të financave, në cilin ai kundërshton qasjen ekonomike të presidentit Bill Clinton dhe rrisjet që ajo sjell. Tani, se Dhe i kjo është e gjatë. Këtu varet ku ti ka bërë qokën. Se ti biesh... Ishte qok kjo? Po, ishte qok. E po lere pastaj, lere. Tani, Reagan... Shohim tjetrin, Ah, Sebi. dhe kjo është... Shive që tjetrin. John Shive që. Clive. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Oh, sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is Was the somebody devil knows smart? the devil's brilliant. You Po kjo ç'ishte? Intervistën e bën Steve Bannoni, po ta shohësh me kujdes. Dhe Kush kjo e bën quhet Steve Bannon? Dhe kjo është whitewash. Si Bannon, për ata se din, Steve Bannon është një nga njerëzit më të rëndësishëm të administratës Trump. Është ka qenë, nuk është më. Është. Aktualisht Është akoma? flasim me Ishte Breitbart. te Trumpi parë ishte i afër, pastaj hoqi Trumpin. Komunikimin strategjik sot Steve Bannoni është një nga njerëzit më të rëndësishëm dhe për të ndjekur se çfarë ndodh me administratën Trump, duhet ndjekur Steve Bannoni. Është Oh. i jashtëzakonshëm. Mund ta kesh inat, por është Ne sa edhe? Kjo është whitewash. Në ç'kuptim është whitewash? Ç'do të thënë whitewash? I lan fytyrën. Ah, okay. Pra, po i bën një intervistë Për treguar ku e prek- imazhin. Ku po e prek në të gjitha gjërat, por po i rregullon imazhin. Kjo. Ja të shohim tjetër. Plasë le dio. In my case, I've is been, your money dirty money? if you live, in my, I just asked a question. Is your money dirty money? no, it's not. So, in fact, Why is it so- not dirty money? because I earned it, a heart. But you earned it through. I earned it legally. We went back to this before. You earned Yes. it. You earned it advising the worst people in the world, right? That do enormous bad things, and just to make more money. So, instead of asking me the question, should you take the money? Because I think it's a legitimate question. Do you think it's a legitimate question? Yes, no Why? question. këtu qëndrimi i tij është që paraja nuk ka etik morale, nuk ka ngjyrë. Parat janë njësoj dhe kanë vlerë pavarësisht se nga duart e kujt i merr. Dhe pikërisht qasja etike këtu nuk kupton këtë gjë që në moment që futet qasja etike, prandaj disa njerëz nuk janë të pasur dhe nuk bëjnë para, sepse është kjo ideja pak a shumë si kur ka një lloj kaosi, Qartë. vetëm ata që guxojnë e kapin pushtetin për sigurisht. shembull. Kurse ata që kanë etik morale, në kuptimin feja, Zoti, e Qartë. mira, morali nuk ecin. Ndaj këtë gjë, këtë qasje e kalon dhe në sistemi financiar. Ka utiliteti do bija. Faleminderit Marsi. Plasë tjetër le dio. Nuk e di sa kemi akoma. In our system of banking, I would say, okay, Steve, I gave you $1. How much could you lend out to your friends? And your natural reaction would be probably something less than $1 because I want to keep something in my pocket. The way our system works is if you as a bank are holding my $1, you can lend out an additional $8 or $9. No, it's impossible. I only have $1, Jeffrey. We have something called fractionalized reserves, which is if you have 1, you can lend out 9. Ka të bëjmë me funksionimin e sistemit bankar Papagjitu edhe ky, ë? i niveleve ndërkombëtare. Po. Ajo që ne kuptojmë ka të bëjmë me funksionimin e sistemit bankar, se si u kaluan krizë më shumë dhe se si kalohet në krizë më shumti, kur bankat japin në hua më shumë se ç'kanë brenda para. Pra nëse un kam $1 miliard dhe jap hua 8 apo 12 apo 15 dhe këto s'm kthehen, pastaj kalon faliment. Pas ta mbyllim emisionin, sepse vajti vonë, lexojmë këto pyetjet. Na mbeti ja do e bëjmë nesër atë tuaj. Robotëve. Po se mban ajo robotëve e Vučićit. Është e bukur. Ë? Kemi dhe një? Kemi dhe një ledi, ja prita shohim dhe një video tjetër që mos më mbas se gjëna. Shive çik Marsit. Sebastian, shive çik. September 14th, 2008. Where were you? Sorry?
It was the night they put Lehman Brothers in bankruptcy in London. I was in jail. Seriously. Yes. Think how much better that was. I had to decide who was the right person to call. That was unusual for me. So you may collect just 2 collect calls. You cannot tell me sometime during that day you did not have that conversation with yourself of how the fuck did I do this to myself to put myself in West Palm Beach in a 6x9 cell with a metal fucking bed with a brown shirt that said trustee spelled wrong. So did I find it amazing that I was there? That's a Not better- amazing, and I don't want to say it's not funny. Oh, I thought it was. I wasn't funny. Right. But Not I- amazing. no, it was incredible. Incredible in what way? This- Incredible, like how do I do this to myself? No. It's as incredible as me sitting here in this house. They are both just 2 sides of the coin. That's how I think about it. That my life today is incredible. Do you consider yourself a stoic? No. Marsit? Kjo të regon që pa rizikuar gjithçka nuk mund fitosh diçka. Edhe ai tha që kjo shtëpi luksi, pra po ta reduktojmë. Na? Gjithë fuqia që kam, gjithë lidhjet, kanë edhe këtë anën tjetër që duhet të rrezikosh. Do kalosh edhe nëpërmjet burgut. Pra, pa shkaktuar kufoma dhe të merre ndaj vetes nuk mund të arrish sukses. Ka që thjesht. Ledio, me qëra fjala, me gjithë të Epsteinit të biznes të këtë gjërat, jo se ka në një lidhje direkte, po më kujtua tani. Sa herë ju kam thënë që mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj? Sa herë? Ja shikoni ku do ta fusni zorrën. Vetëm të SPO Ili miq, është i vetmi karburant kampion, sepse benzina dhe nafta që ju do i fusni makinës tuaj atje është e vërtet, është e saktë, është kristal, është e pastër. Nuk është fake, nuk ka hile, nuk ja u shkatron makinën, përkundrazi, i e frymarrje, performancë pa parë motorit të makinës tuaj. Ndaj kujdes, si shtot Marsidi miku im, po doni të mos ju bëj makina çek motori, do shkoni vetëm te SPO Ili, the fuel of champions, karburanti kampionëve. Bravo Said, e gjeni gjithandej SPO Ili, gjithandej për Tiranë, jashtë Tiranës, gjithandej. Nisuni me kast. Tani thoni do shkojmë te SPO Ili, sikur shkoni në një restorant. Ka që thjesht. Ora është 11:13 minuta, zonja zotëri, jemi live me Marsit Gupin dhe Sebastian Zonjën duke hedhur dritë dhe duke dekriptuar aktualitetin politik në Shqipëri, por jo vetëm. Çështja e Epstein do vazhdojë me siguri edhe ca ditë dhe pastaj do shuhet prave. Gjatë. A thua? Një gjë është e sigurt, njeriu i cili se Shqipëria del vetëm një herë te këto lingjet, te këto miliona lingjet që Pelej Çako. ë? Një Melit Pelej Çako. Ne del jo, nuk del me Vajzat e jashtëzakonshme. Jo, po jo është, nuk është Lejçaku ai. Është ai norvegjezi Norvegjezi i dyshuar që ka qenë kryetari i KIE-s, KIE, që është këshilli ish kryeministri norvegjez. ish kryeministri norvegjis. Dhe shefi i shefi i Këshillit të Evropës, tani është gjallë ky apo jo, ky tipi, se më gjallë mend është emrin. dhe dyshohet që është me lidhje ruse. Oh, Po, dyshohet për agjenturë ruse. po për shembull gjithë ta tipa që kanë dalë këtu dhe nuk janë pak, është gjithë elita botërore vëlla, e atyre viteve. Po. Por mos futet Trump, po Trump duket sikur nuk po e çon kokën shumë. Nuk del. Jo, dele ai për fotografira me vajza me gjëra. kompentuese. Po ka mënyrë jete, plus që duhet thënë dhe një gjë. Jeffrey Epstein kishte erectile dysfunction, pra nuk kishte probleme vetë se Ky Lajçaku ndërkohë Sebastian e dha dorëheqjen. E E çaku ky ishte e dha. këshilltari i këtij Dialogut. Ficos. Ficos, Në Slovaki. Mendelsoni në telefon. Lajçaku njeri i Sorose, mani mend emailin e Hillary Clintonit? Po ishte edhe i ndërmjetësi dialogut Po, Kosovë-Serbi. del më shumë njeri i rusëve, sepse ka bërë Edhe i rusëve. Po, ka bërë shkollën në Rusi. Jep dorëheqjen Mendelsoni në Britaninë e Madhe nga laboristët. Kemi probleme me mbretërinë në Norvegji që dalin atje. Del kjo më vlla. Del kjo, si kishte emri kjo vajza? Kjo norvegjis, kjo Ana nuk e di diçka e atij. ke parasysh? Vajza Po ç'e ishte kjo? Kjo është princesh atje? Vajza ish kryeministit, mos gaboj. Jo, e mbretërisë më burr. Mbretëresha. Nuk është mbretëresha, jo. Dilte mbretëresha. Jo. Saktë, ka sebi dhe i fliste dhe se me një formë doze romanticiteti. Dhe e bukur është se del dhe mamaja e këtij, si e ka ky i New Yorkut që u zgjot tani, Zondam, si e ka emrin? Zoran Mamdani. Zoran Mamdani, po. Dilte mamaja e tij e lidhur me Epsteinin. Del një histori për një fëmijë të paligjshëm. Që mund të jetë vetë ky.
Dyshon që është ky. Spekulimet ku nuk shkojnë. Çfarë perle, çfarë mrekullie. Aty janë të gjitha brenda. Është spionazhi, është tradhtia, është rritet satanike, është seksualiteti, Është kjo mbi të gjitha? është paraja. Domethënë janë të gjitha perversitetet e mundshme njerëzore dhe të gjitha veset e mundshme njerëzore. Vetëm se për një gjë më vjen keq mua, në gjithë histori, se po i shoh tani gjithë botën që po merren me këtë punë, dhe po të shohësh gjithë ta njerëzit që dalin në media, qoftë për portale, këta të njohurit, thonë, ju kërkojmë ndjes, nuk mund të themi të gjitha se janë shumë. Pse dreqin hodhën kaq shumë? Pse mos i hidhin nga pak ta mbanin gjallë? Kjo ka të bëjë me deklasifikimin e dokumente, po janë 3 milion tjera, nuk e di do dalin. Qartë. Ato tjera të varet se çka kanë pastaj. Pra kjo që ne kuptojmë sot, dëgjoj, elita nuk ka qenë ndonjëherë më ndryshe, themi drejtën. Deri tani kanë shpëtuar disa sigurisht, se nuk janë të gjithë, po deri tani nuk del ky Ramsi, Papaxhiu, nuk del Ramsion. Jo, nuk. Në asnjë lidhje direkte. E normal s'ka si të dali, sepse Siç nuk del askund. as ky Macroni nuk del lidhje me këtë. As Bideni nuk del, as Bushi nuk del. Del Macroni. Del? Kush e ka hetur? E ka ledjo? Po ti më thej është e fundit kjo. Ka imazh. Ledjon zgjidhje çift të Macronit, ku del Macroni lidhje me Epsteinin? Megjithëse Macroni ka punuar te Rothschildët, ë? Po, drejtor banke. Punoi atje me shumë para, me shumë gjëra dhe ata e bën, ata e pompuan, e bën president. Me shumë leka. Ledjo plasë çik, më ku ka dalë Macroni me këtë? Se unë dhe Sebastiani zdim gjë as Marsidi. Dhe agendi Mossadit, po. Qa thot? Të bëjt i qartë për Katani që ai nuk punon për Mossad. Nuk është kjo Ledjo. Është brenda këtij mbulimit. Brenda kuj mbulimi? Brenda këtyre. Po këto lëvizin nga dalë, apo jo? Qa thotu? Baraku është ish kryeministri i Izraelit dhe Ehud Barakut ky i jep një këshill për Palantirin, që është kompania më e frikshme, më interesante sot. Fletja shumë të lidhur me Mossadi dhe MI6 për të treguar asetet libiane 2011. Këtu flitet për 10 miliarda euro. Pra i kanë sekuestruar pasurinë Gaddafit, po flasim për sekuestrimin e aty flitet për 80 apo 60 dhe po flasim për 120. Po flet sebi Ledjon. Pra nga 8. Prit, një sekond sepse nuk kemi kohë, do të bëjmë shumë shkurto. Epstein shpjegon rolin e Robert Maxwellit, që i bie të jetë vjeri vet apo jo? Vjeri është ky. Babai i kësaj pra që u martua. Si e ka emrin kjo vajza? Kjo gruaja që është në burg tani akoma. Gisela, po. Mos ai kur nuk e lexuam dot. Nëse varja. Sulejmani. Kjo është. Sulejman, shefi i DP World, gjigant logjistike nga EBA, informon Epsteinin për darkën në Elize me Macronin, ku diskutua biznesin jo në Francë. Ka një gjë që... Mi, po kjo është lidhje indirekte. Fakti që përmendesh diku dhe ti je një person që ke shumë fije në përbot, nuk do thot që te inkriminon me njerë. Po. Pra fakti që ai thot... Po varet, po të filloj jetimi tani për këtë, po të kthehen mbrapshta. Po filloj një jetim për këtë, të kthehen mbrapshta, të nxjerrin dhe të shohin gjërat Marsit. Po. Mund të preken këta Macronat e këta, nëse fillon një jetim. Para të çështje i po flet ai, se nuk dim për çështje po flet me tipin. Po dakord, po ka, për shembull aty përmendet një nga njerëzit më të pasur në botë. Edhe Elon Musk u thon më valla. Aty Po çfarë thon për Elon Musk që kanë fjetur bashkë? Që kanë qenë bashkë në krevat? Nuk ka pasur asnjë rast në dëshmi që Elon Musk ka shkuar te ishulli. Donte të shkonte, kur do t'i bësh ato festat e çmendura i tha, dhe nuk ka shkuar te ishulli. Pra të gjitha datat dalin që nuk ka shkuar. E dyta, përmendet Lutnik. Lutnik sot është sekretari i tregtisë në Amerikë dhe gjithashtu është një person shumë i pasur. Por fakti që ti përmendesh diku nuk do të thotë detyrimisht që inkriminohesh. Tani për ta mbyllur vëlla. Një lajm të fundit. Urdhë Marsit, çka kanë ndodhur? Sot është ekzekutuar pra 50 minuta del djali i Gaddafit, nga 4 persona të armatosur. Djali i Gaddafit që do të kujtuar Muammar Gaddafi ishte lideri absolut i Libisë. Saif al-Gaddafi, al-Islam Gaddafi. Ku është ekzekutuar në ç'vend? Është ekzekutuar në një atentat pranë qytetit Zintan në perëndim të vendit. A ishte në Libi ai? Po. Sipas raportimeve ai dyshohet se është sulmuar nga 4 persona të armatosur. Si e kanë vrarë banesën e tij. Pyeta. Lajmi i bërë publik në gjithë mediat ndërkombëtare. Pra seriali vazhdon. Epsteini është interesant, ka për të pasur raste të tjera si ky. Ajo që unë them që do vazhdoj, për ta thënë që kjo do të vazhdoj gjatë. Clintonët sot kanë pranuar që të shkojnë në Kongres,
Unë besoj se demokratët do shtyjnë përpara çuarjen e Trumpit në Kongres për të folur për rastin, se edhe presidenti. Se ju intereson tani për këto, zgjedhjen e Pra, nëntorit. kjo është një çështje që po e përdorin politikisht të dyja palët e tij së brendshme. Dhe ka një pyetje që bëhet sot në të gjitha mediat amerikane. E nxorri Trumpi për të thënë që dëgjoj nuk keni se çfarë të më bëni, sepse ja ku janë të gjitha dokumentet, nuk dal aty. Çka kam dashur të bëj si showman e kam bërë dhe nuk kam as edhe një lloj problemi. Apo e nxorën demokratët tani që ta ngrenë si leitmotiv dhe për të treguar se çfarë ndodh. Tani pse e them këtë lloj gjëje? Një tezë tjetër për shembull, po që vijon edhe më tej, që e thon shumë podcaster amerikan. A do të thotë kjo tërheqje e vëmendjes nga ajo që po ndodh në lindjen e mesme, pasi janë tensionet e larta në Iran. Pra janë të gjitha brenda duke u lëvizur në këto momente. Ajo që ka ndodhur sot me dosjen e Epstein është përdorimi për politikë të brendshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dokumentet janë interesante, po ti lexosh, tregon fijet se si elita është e lidhur me njëra tjetrën, jo detyrimisht kushdo që përmendet është personi inkriminuar, sepse përmendja është edhe nga persona të tretë apo të katërt. Pra dikush më shkruan mua mesazh që pardje isha dhe takova dikë, po kjo nuk e inkriminon fare atë me cilin ka qenë ai pardje. Kështu që në këtë mes edhe kjo duhet parë pak me kujdes. Është kënaqësia e konspiracionistëve që t'i shohin dhe të binden që bota drejtohet nga disa satanistë tjerë, jo po këto të pasurit janë të gjithë këqinj, nuk është kështu, ka të mirë, ka të këqinj, ka gri, ka me moral, ka pa moral, janë të gjitha brenda. Para sa mbyllim, unë jam besnik kur ja fjanën për një gjë, nga do njerë dhe ju gënjej, kam se e fshe, po përgjithësi jam besnik. Artan Kodra shkuan, përshëndetje Çani, te ky QR kodi këtu te kutia. Pyetje për çunat, pse Lajçakun nuk e pjerthe fare Albinia? E dinte që ai ishte pervers dhe filoserb? Këto e lexoj tani këto se përgjigje pastaj nuk do mbarojmë dot vajte ora 11:23. E Jeffi i bonesit e donte qefi, vazhdojnë këtu xhive. Donaldi thotë jepi ritë Marian. Nuk më do. Donald va të thonë kyle kona. Gojim. Goj. Zoni Lirë Fan, thot, pyetje për çunat. A jeni dakord kur George Carlin kur thoshte është një klub i madh për elitat dhe ti nuk je pjesë e tij? Kështu ka qenë gjithmonë. Kështu ka qenë gjithmonë. Sa mesazhe pa fund, a janë gjithë elitat kaq të përlyera për të ngjitur sa më lart apo pushtetit i lartë u jep gjithçka e sungele gjithë tjetër vetë të lëshojnë për universiteteve. Ja u tha pra Marsiti pak më parë. Nuk mbrin dot atje lart fare, në qoftë se nuk shkel mbi kufoma. Me këtë, po se kuptuat, flini gjumë. A janë prit. Omret respekt e Spinoza të filmi është George Soros, ja dini, kalofshin mirë, thot. E Spinoza të filmi është George Soros. Sharperne. Ishte ai që kishte gjithë sekretet e elitës. Kush është më i rëndësishëm, George Soros apo Epsteini? Pyetje e bukur. Kush është më i rëndësishëm? Po pse i krahason të dyti? Po të dy financier, George Soros ka marruar në LSI, është financier shumë i zoti, ka goditur bankën e Anglisë, është personazh shumë interesant po ta shohësh. Epsteini është gjithashtu me network shumë të fuqishëm. Tani George Soros rrinte me Elon Muskun apo Epsteini rrinte me Elon Muskun? George Soros rrinte me Peter Thielin apo rri Epsteini me Peter Thielin? George Soros rrite me Mark Andresenin apo rri ky me Mark Andresenin? Sot janë tre titanët më të mëdhenj të Silicon Valley. Pra kush është personazh më i rëndësishëm? Kush është personazh E lëm pa përgjigje pyetjen e Sebit. Përgjigjuni ju te QR kodi. Kush më i rëndësishëm, Sorosi apo Epsteini? Edhe pse Çi futi atë dy? janë të dy ebre thuhet Ledio, mos e përmend atë fjalën. Ebrej. Para sa mbyllim, pyetja e fundit është që më vjen këtu nga Viktoria Austriak, kështu e ka emrin, e artin, thot pyetja e fundit për Sebin dhe Marsitin, me një fjalë thot kush është sipas jush Epsteini shqiptar? Unë si përgjigjem me këtë pseudonim. Si përgjigjesh? Me këtë pseudonim jo. Ti përgjigjesh se ka pseudonimin Viktoria Austriak, pse? Si përgjigjem, nuk kam qef. Marsit nuk ka rëndësi pseudonimi, po rëndësishme është pyetja. A ka një Epstein shqiptar dhe kush është? Mendoj që po të kishte në Epstein shqiptar, Do dilte. që afrohet si figurë, deri tani më aq sa flitet, ë? Shërgy Sagasi, po në kuptimin e lidhjeve Ja, kur dani videot, po donën videot e këtij Gysagasit, me që i kanë këta prokurisi, ka spak. Të shohim, do ketë gjëra atje, pra përveç pazareve, pjesa, se e tham, janë dy personazhi është
I disa fisht, Po. përveç pjesës së aferave, do dalin dhe gjëra erotike që thonë ka dhe gjëra erotike brenda? Se thonë që të zyre e ti ka dhe gjëra kështu, ba. Prandaj thash, për ato që flitën Se në qamase nuk e di, mund t'jen fare të vogla të pa Në një përfishme, vend mund që t'jen të nuk ka mëdha. pasur revolucion seksual si ky i Joni, tu janë perversitetet i gjenë për çdo hotel dhe motel faktikisht, s'ka E nevojë. mi, po flasim për njerëz të rëndësishëm që ndikojnë fatet dhe zhvillimet e një vendi, por nuk po flasim për njerëz Në për zakonshëm. hotele dhe motele, pa ishull privat. Kur të bëhet Sazani, dëshojmë. Kujdes, termi gojim, kur të bëhet Sazani dëshojmë. Jo Sazani. Sazani është ishull. E ke fjalën për Zvërnesin, se Sazani mbase. Sazani është ishull, po them. Pra, Epsteini kishte ishullin e vetë. Tani, këtu i ketë gjithë në për hotele, në për motele. Logjika është që kur këto të bëhen bashkë, do krijojnë ato enklavat e veta, dhe të largohen në për ishuj, vetëm ishull që kemi Sazani është, ose në Korfuz. Se Korfuzi toni është? Korfuzi është më afër. E Pra qartë. për 1 orë shkon në Korfuz. Jeni pa fund që më shkruan, i rëkojnë djesë, vajti shumë vonë. U kënaqem shumë sot. Nesër do kemi prapë në orën 10, se kjo emision bëhet të martën në orën 10, të mërkurë në orën 10 darkës, gjithmonë, dhe të premte në orën 9 darkës. Nesër është e mërkurë, do kemi prapë. Ndërkohë, që mos harojmë. Atë jesin do e bëni kështu si të zbutur, jo jes me fuqisë, që e bëri marsit djerën e kaluar. Do të thënë erën e fundit tani. E mbandën se është e bukur shumë. Duhet po në fakt. Duhet ta fusim, duhet shumë po. Ke pasysh jo, jes, do të thënë një gjë e natyrshme, ke pasysh. Kujdes më ta ngatroj tekstin, unë shoj taksirat. Do thosh në anglisht. Jo, anglisht nuk e them dot botë, harohem. Jo, anglisht nuk e them dot botë. Korrupsioni nuk është gjë e keqe. Korrupsioni është i keq kur unë nuk jam i përfshirë në të. Po. Po nuk e tha sebi, pra. Ose të lutem fillë ti, po. Fund. Jo, në mes është ajo. Në mes, okej. Pas jalis dytë, pra. E dakor, Kujdes. se di janë fund. Po le dion, a fu do të treve në plan plak? Ta bëjmë tamam, se gjëna më zduken shumë ato bu. Çe kuptimi ka? Kjo është punë e ekip quhet. Ja një sekond na fusi le do të treve në ekran. Edhe ju që jeni në shtëpi, mbani mend ta përdorni pastaj në jetën tuaj të përditshme, shumë e bukur. Do ju qetësoj, është një lloj parastamoli, ke pasur këtë dhimbje koke pa fëmijë parastamol, hop. Sikur të hapet. Përdoreni. Të ulni pritshmëritë që keni në jetë, përdoreni. Jemi gati? Jo, do të jemi 3 barabartë, Ledion, jam shumë afër, çunat janë më larg, do të jemi 3 njësoj. Të lutem, Ledion. Të lutem. Nuk e mbyllëm emisioni pa thëmë këtë. Po, tani po. E kujdes, prapja mund qikë si më këshu, më burë. O Ledio, di që ke më dha, më qonë mua majtas lutem dhe lërë ose sebin ose marsirit në mes. Nuk kanë si ti e mund Po në jo mes. jemi mirë kështu, vazhdoj. Po jam prapë më afër unë, pra. Po si, marsit, pse e përqendruar ti ri kështu drejt, po? Rita një shiro, s'kam mbaruar emisioni. Shumë shtëruar jam. Mbështetu pak, mbështetu. Po takon. Ose mbështetu lutem, maman. Se e kam kështu këtë, na jesë mbarore, disa, kjo është pernë më kur. Tani po. Korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni është i keq kur unë nuk jam i përfshirë në të. Po. Po nëse unë jam i përfshirë në